E para e ka asin nën mëngë, sepse jo vetëm që është një vokaliste jashtëzakonshme, por është edhe një prej interpretueseve më të mira të këtij edicioni në The Voice. Ajo do të sjellë po ashtu një këngëtare e cila në këngët e saj i jepet të tëra. Jam duke folur për divën e muzikës amerikane Beyoncé, The End of Time, dhe jam duke folur këtu në The Voice për një prej zërave më të pëlqyer edhe në rrjetet tona sociale. Ana Kadashi, vjen pas pak. This is my life, my fantasy. We're running wild, 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 wild. Secila fazë ka pas atë të vetën, edhe për mua secila ka qenë më rëndësishme se tjetra, sepse sa herë që kaloja, vinin emocionet e më të mëdha. Se radha është një këngë shkëmbëfike, energjike, më do jem si gjithmonë që shkon pas qef. Edhe është End of Time e Beyoncé. Më pëlqejnë atë live sepse për shumë arsye. E para se është aty momentale, edhe skenës kur si dihet, ndodhin shumë sende që ndoshta nuk i ki planifiku, edhe si ki mendu kur. Edhe është shumë ma show, ka bëj kur e din që je drejt për drejt edhe po të shohin krejt njerëz në ato momente, ti mundohesh me japë edhe maksimumin edhe me dalë edhe më e mirë. Live-in e parë dua ta kaloj gjithsesi, sepse kam shumë plane dhe këngë tjera për të kënduar.
Ana këndoi live End of Time me trupën e baletit të Top Channel dhe me një veshje që lë pak vend për koment. Natyrisht komentet e trajnerit për katës do t'i marrim të gjitha në fund, kështu që do të duhet të restriktoheni pak në këtë pjesë të programit. Po besoj kanë shumë për të thënë edhe tre të tjerët. Alma, si do duk Ana sonte? Shiko, pavarësisht që Ana sonte mori peshën e gjithë spektaklit, sepse e hapi e para spektaklin, unë mund të them që Ana sonte në fakt ishte vetë spektakl. Bravo. Toni. Ajo e ka treguar veten, u bë disa kohë që e tregon veten që është një këngëtare e aftë që të krijojë show, e aftë që të krijojë spektakël, e aftë që të thithë dhe të marrë edhe turmën me vete, t'i bëjë njerëzit të ndihen mirë kur e dëgjojnë. Normalisht që për hir të së vërtetës duhet na thënë që në atë pjesën që le ta quajmë pjesa më kritike e këngës, Ana mund të kishte bërë, mendoj unë, më shumë. Por të mos harrojmë që ajo ka qenë gjatë gjithë kohës duke kërcyer, ka qenë gjatë gjithë kohës duke marrë përsipër, si thash edhe një herë, një peshë të madhe, kështu që bravo vajzë. Bëhet show në 100 metra katror, ë? Nuk ta dëgjova pyetjen, s'mban duart orkidje. Bëhet show në 100 metra katror, them. Po, normalisht edhe më pak metra katror bëhet show. Thon fillimi i mbar gjysma e punës. Të drejtën provën anës e kisha dëgjuar vetëm nga ana vokale, por tash që e shoh edhe me performancën dhe me baletin e kuptova më sakt peshën që kishte kjo performancë. Dhe të them drejtën, është shumë e vështirë që të bësh dhe lvizjet, të numërosh, të kesh syrin tek partnerin, këtë rast balerinët e tjerë dhe të mos kesh as luhate intonative. Pëlqen shumë kristalina e vokalit saj si do të thotë. Ana, sa po përfundoi performancën e saj në End of Time, do të jemi pas pak bashk në Voice Room e dashur.